Para të gjata, pritje dhe ngarkesë në pikat kufitare me Greqinë dhe Bullgarinë, pasi që nga kjo fundjavë ka nisur funksionimi i sistemit të ri për regjistrimin elektronik për hyrje dhe dalje në 29 vendet anëtare të zonës Schengen. Tashmë nuk bëhet më vulosja në pasaport, por gjatë hyrjes së parë në BE, udhëtarëve u merren gjurmët e gishtërinjeve dhe bëhet fotografimi i tyre. Çdo hyrje e qytetarëve të mashinisë së veriut në Bullgari ose Greqi regjistrohet digjitalisht. Nga MBB thonë se nga sistemi janë përjashtuar vetëm qytetarët që udhtojnë në Islandë, Liechtenstein, Norvegji dhe Zvicër, ndërsa personave nën 12 vjeç nuk u merren gjurmët e gishtërinjeve. Çdo vend antar do ta përdorë sistemin të paktën në një pikë kufitare dhe gradualisht do të rritet numri i pikave deri në arritjen e funksionimit të plotë në të gjitha pikat kufitare. Ky sistem do të regjistrojë të dhëna personale, duke përfshirë imazhin e fytyrës dhe gjurmët e gishtërive, të dhëna nga dokumenti i udhëtimit, si dhe informacion mbi hyrje, dalje dhe eventualisht refuzim hyrjeje për qytetarët e vendeve të treta që kalojnë kufirin e jashtëm të zonës Schengen. Nga dhomet e këtij së rajonit veriperëndimor, thonë se pas fillimit të përdorimit të sistemit nuk ka mungesje dhe pritje të gjata në kufi për transportuesit, edhe pse nga atje theksojnë se ata vazhdimisht ankohen dhe kërkojnë një mënyrë më funksionale dhe më të shpejtë për kalim.